Cilat janë kujtimet e para tuaja për futbollin? Unë kam qenë futbollist. Domethënë kam qenë në moshën 14 vjeç. Okej. Fakti ishte që në atë kohë pata një dëmtim dhe të them drejtën se shumë bëjnë. I ke pasur ato historitë që jam dëmtuar e nuk e vazhdova brava, nuk bosha i lekëm. Nuk bosha i lek. Kaq, edhe lash. Normalisht që kur ti mendon që nuk ke të ardhme të kjo gjë këtu, mi lejnë kohë, se sa të të lejnë kohë. Nuk boja. Si që për futboll? Nuk isha bravo. Po e dashuroj ama. Pa tjetër. Momenti i parë që më erdhi mundësia, hajde të punosh në gazetë, Sport Expressi ka qenë atëherë. Të erdhi apo e kërkoje mundësinë? Më erdhi një mundësi sepse ishte koha që gjatë verës, masi mbaroj shkollën, ishte pushim dhe do bëjmë diçka që mos të rrije kot, domethënë. Ishte koha atëherë e tillë, jo si tani. Dhe unë nisa kur isha në vit parë në gjimnazë, se në vit dytë isha masi mbaroj gjimnazin, në orën 4 mbasdite shkoja në redaksi. Pra, unë gjimnazin e kam bërë duke qenë punë. Unë vit dytë shkoja si mbos me 150.000 lekë. Po flasim 150.000 lekë muj, po flasim për 92-shin. Po flasim Kur ke qenë i ri. Po flasim para 20 Po pra qartë. Normalisht që rastet avolinë. Jemi shqiptarë, kupton.